Të nderuar besimtar, Allahu i lartësuar e krijoi njeriu në formën më të bukur, në formën më të mirë. Dhe është ky Zoti i cili i dha njeriu forcë dhe pushtet dhe fuqi. Është ky Zoti i cili i dha njeriu bukuri, mençuri dhe të gjitha të mira. Dhe është ky Zoti i cili ka caktuar çdo gjë e cila do të ndodhi në jetën tonë. Dhe është ky Zot i cili ka të drejtën absolute që t'i japi jetë dhe të marrë jetë. O vëllezër, o musliman, Allahu i lartësuar në këtë jetë do ta sprovojë gjithë secilin prej nesh. Dikë e sprovon me varfëri, e dikë me pasuri. Dikë me ignorancë, e dikë me pasuri, me dije, me dituri. Dikë e sprovon Zoti i gjithësisë me dobësi. E dikë tjetër e sprovon atë me pushtet. E gjithë jeta jonë nuk është tjetër vetëm se një sprovë. Prandaj të shoh gjithë secili prej nesh jetën e tij, si po e çon. Si po e kalon jetën e tij, të cilën çastet dhe minutat i adhuroj Zoti i gjithësisë. Sot me lejen e Zotit do të dalemi sërish për të disatën herë të flasim disa fjalë që ta përkujtojmë njëri tjetrin, që të mos jemi ne njerëz të cilët na mashtron bukuria, pasuria dhe pushteti jonë. E si sprovë e tillë, pas kësaj të vi padrejtësia jonë. Mirë për çdo njeri i cili me pushtetin dhe me fuqinë e tij bëhet i padrejtë dhe i shkel robërit e Zotit në tokë të Zotit. Mirë për atë njeri i cili e mashtron pushteti i tij aktual, i kohës, dhe bëhet shkelës i të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na e përmbledh padrejtësinë për të na vënë prit gjithë secilit prej nesh dhe të mos bëhemi të padrejtë. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Thot profeti i Zotit: padrejtësia në ditën e gjykimit do të jetë errësirë për njeriu. Padrejtësia në ditën e gjykimit do të bëhet errësirë për ty. Dhe ai i cili e ka padrejtësinë pjesë të jetës së tij, do të jetë i errët në botën tjetër. Nuk do të shohë nga të shkojë, nuk do të ketë mundësi ta kalojë urën e Siratit, dhe kurse si nuk do të ketë mundësi të shkelin në xhenetet dhe në mirësitë e Zotit të gjithësisë. Mirë për atë njeri i cili është i padrejtë, padrejtësia e tij, puna e tij, vepra e tij e keqe do të jetë sebebi kryesor që ky të ketë errësirë në ditën e madhe të gjykimit. O vëllezër, o musliman, jetojmë në kohë të padrejta, ku ai person i cili ka pushtet bëhet i padrejtë me atë person i cili nuk i ka mundësitë. Bëhet shkelës i atij i cili është më i vogël, qoftë nga ana fizike, qoftë nga ana pasurore. Jetojmë në kohë dhe në ditë të vështira, ku me të padrejtë i merret haku tjetrit, ku i hyhet në hak të tjerëve. Jetojmë në kohën e padrejtësisë, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam na lajmëron se do të vinë një kohë në të cilën i padrejti do të vlerësohet. Zullumqari do të vlerësohet dhe do t'i duar trokitet atij. Sepse është i fortë dhe i fuqishëm. Do të vinë një kohë në të cilën do të shkelen njerëzit me këmbë. Do të vinë një kohë në të cilën do të përbuzet fjala e drejtë, fjala e vërtetë dhe fjala e mirë, dhe ku do të lartësohet rrena, gënjeshtra dhe mashtrimi. Jetojmë në kohë të vështira. E si mos flasësh sot për padrejtësinë, ku e ka mbytur zullumi dhe e padrejta, kur njerëzit të cilët me duart e tyre i kanë shkruar ligjet në tokë të Zotit, janë ata pikërisht të cilët i shkelin këto ligje me 4 këmbë. Janë ata të cilët i shkruajnë ligjet për të drejtat e njerëzve, për jetën dhe për lirinë, për të drejtën dhe për të mirën, por janë pikërisht ata të cilët kur ju vjen çasti dhe kur ju vjen mundësia, janë pikërisht ata të cilët i shkelin këto ligje dhe i shkelin
këto rregulla. Jetojmë në ditë në të cilat mbar bota po shikon një zullum shumë të madh, i cili po i bëhet robërve të Zotit në tokë, ku po vriten dhe ku po masakrohen. Dhe askush nuk flet. Dhe as nuk guxon të thush çfarë po ndodh, se ti je i pari që akuzohesh për ekstremizëm dhe për terrorizëm. Për çfarë? Se po thu mos i vrit robërit e Zotit, se po thu mos i shkel robërit e Zotit, se po thu kujdes me të vjetrin dhe me të riun, kujdes me fëmijën, mos e vrit atë, mos i shkatro vendbanimet. Vallahi billahi, kjo feja është feja e Zotit, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam na i ka treguar edhe kushtet e luftës, duke thënë mos shkatroni. Pse po shkatroni? Mos i vrisni ato që s'ju luftojnë, pse po i vret? Mos i vrisni fëmijët dhe të vjetrit. Nuk ka ndalë luftë kundër jush, pse po i vrisni? Apo i vrisni njerëzit se po thojnë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah? Apo i vrisni ata se janë në vendin e tyre? Apo i vrisni se janë në shtëpinë e tyre? Apo i vrisni se po mbrojnë pasurinë, nderin e familjes? Po për çfarë po i vret? Apo i vret kot për sport dhe për hobi? Hajde t'i bim dhe t'i vrasim se janë musliman dhe janë pa fuqishëm për momentin, se nuk kanë mbështetje për momentin. E si mos me fol sot për padrejtësinë, e si me qef si skuth, e me thonë hajtë se s'ka gjo se vete kanë faj. Po kush e ka faj? Me të ardhë dikush në shpinë tate, me të azon një plom tokë, qohesh me fisë me fare fisë, me e vra dhe me e përzon. E me të hull bombën mesin e lagjës tate, e me të shkatru shpinë tate, e me të shkatru të mbjellat e tua, e me të prish rrugë, kanalizime, drejqime e gjitha. Çfarë kishe boti edhe unë? A kishe thonë, po ku jeni o musliman? Ju që thoni, ne jemi vlezër, po ku e ke vllajin sot? Ai që ka mundësi, apo i ndihmon? Vallahi s'po i ndihmon. Me vitet e tëra një popull i cili robrohet, e sot një genocid i madh, vrasje pa kufi, masakrime pa kufi. E ti hoqë s'bën me fol, jo, po vallahi bën me fol. E vallahi billahi s'po na intereson asgjë, sepse po themi atë që ka thënë Zoti. Nuk ke drejti me ja marr jetën as muslimanit dhe as jo muslimanit, as udhtarit dhe as vendaliut, as burrit dhe as gruas, as fëmijës dhe as plakut. Allahu i lartësuar e ka dhënë jetën, dhe ai është i cili ka të drejtën e plot absolute t'ja marrë jetën robit e tij kur ai don dhe kur ai e ka caktuar. Ti s'bën me fol, po pse s'bën me fol? Innamal muslimune ikhwa, vërtet muslimanët janë vëllezër. Nëse sot ty edhe mu nuk qanë zemra për vllajën tat, vallahi nuk e ke plotësuar besimin tat. Se ka thënë pejgamberi alayhis salam, askush prej jush nuk e ka plotësuar besimin pa dash për tjetrin atë që don për vetë. Dhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, muslimanët janë si një trup i vetëm. Nëse një pjesë e trupit të dhem i gjithë trupi. A ke pa një gisht me të dhem, në dhem i gjithë trupi jot. Kështu duhet me qenë musliman, të bashkuar me njëri tjetrin. Me qenë bashkë, ti edhe unë sot nuk ke forcë me bo asgjë, po s'paku ngrej durt kë Zoti i gjithësisë. S'paktën thuaj, o Zot, po lehtësoja gjendjen o Zot. O Zot, po mos na sprovo, se askush prej nesh nuk është i sigurt. E sidomos në këtë shtet, ku s'ke as ushtri, as armatime, as i gjë. Lutë Zotin tatë që t'ja lehtësoj gjendjen muslimanëve kudo që janë. Lutë Zotin tanë që t'i shkatroj ata cilët kanë pushtet dhe sot hipin dhe bredhin nga të duan në pushtetin e tyre dhe me mbështetjen e fuqive të mëdha. Po vallahi billahi, le të jetë fuqia sa do e madhe, fuqia më e madhe është fuqia e Zotit gjithësisë. Dhe kjo është një sprovë që e ka sjell Zoti, por ata njerëz dhe për ne. Sa do jemi në gjendje me uçu me thonë, o Zot, po lehtësoja gjendjen, o Zot, po shëroj të plagosurit e tyre, o Zot, po jepi drejtim dhe shkatroj ata cilët janë bërë sebeb me e shkatru një popull të pafajshëm. Si të heshtësh sot kur shkatrohet një vendbanim,
Si të heshtësh kur shkatrohen shtëpit edhe rrugët, si të heshtësh kur vriten burra, gra, pleq, të ri, si të heshtët kur vritet fëmia. Pa ka faj fëmia që të vritet. Po çfaj ka i fëmijë i cili dëshiron ta jetojë jetën e tij, voglin e tij, fëmijërinë e tij, e dali dikush dhe t'ja marrë jetën, dhe ta bëj atë copash, e mos ketë guxim dikush me dalë dhe me thonë, po pash Zotin ç'a jeni të bë. Pa nuk keni shpirt, a nuk keni zemër, a nuk keni njerëz. Po s'po kërkojnë t'i japësh bukë, mos i jep ti. Po s'po të kërkojnë as veshmbathje, as i gjo, po lejt jetojnë tokë Zotit. Se vallahi ato njerëz janë mbështet Zotit dhe lumë ata cilët vdesin atë gjendje. Po vallahi lumë ata njerëz cilët vdesin atë gjendje se i ka përgëzu pejgamberi alayhis salatu wassalam me xhennet. Si shahida i ka përgëzu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Por me çfarë paftyrësie do të atakojnë ata njerëz të cilët do të atakojnë Zotin e tyre me padrejtësinë më të madhe, vrasjen e njerëzve, për të cilat Zoti i gjithësisë ka thënë në Kur'an, kush e vret një njeri është sikur ta ketë vrarë gjithë botën. Kush e vret një njeri sikur ta ketë vrarë gjithë botën. Po mira njerëz, mbi 50.000 njerëz të vramë dhe të masakruar dhe të zhytur në rënoja. Koha e sprovave është ajo i cila i nxjerr në pah të vërtetën. Në kohë sprovash, secili prej nesh le ta pyesi veten, unë në cilin krah jam? A jam me të fortin dhe i bëj temenat fortit se është i fuqishëm, apo jam me atë i cili është i drejtë, edhe nëse nuk është i fort? Unë, a jam njeri apo s'jam njeri? Unë, a kam djeja apo s'kam djeja? A kam dhemshuri apo s'kam dhemshuri? Unë, a kam zemër apo nuk kam zemër? Jetojmë në kohën e të cilat i forti e shtyp të doptin pa marrë parasysh as një lloj llogarie të cilën do ta japi para Zotit të gjithësisë. E pasi e shtyp i forti të doptin dhe e dëbon atë nga shtëpia, e nxjerr atë nga vendbanimi, atëherë të drejtohet sërish, i drejtohet të doptit dhe thot, ti e ke fajin. Ti je ai i cili e ke fajin. Pse? Se ti mu më gjujte me letra edhe unë po të gjuj me bombë. Ti mu më gjujte me letra edhe unë po të gjuj me raketa. Po që është kjo kohë e padrejtësive? Si vallë arritëm në këtë kohë të padrejtësive. Por pasha Zotin e gjithësisë, dyftërsia në maksimum, hipokrizia në maksimum. Njerëz të cilat jo nuk i ndihmojnë të doptit, por mundohen ta shtypin të doptit. Mundohen ta shkelin me këmbë të doptin, duke i bërë servelizëm atij i cili është i fortë, por pasha Zotin e gjithësisë, Allahu i lartësuar është mbi raketat e tyre. Allahu i lartësuar është mbi aeroplanet e tyre dhe është ai i cili dirigjon çdo gjë me kujdes. Dhe keni parasysh një rregull të përgjithshëm. Sa herë që shtohet zullumi, atëherë vjen rënja dhe shkatrimi i zullumçarit. Sa herë shtohet zullumi dhe arrin kulmin e tij, atëherë vjen shkatrimi i zullumçarit. Musa alayhis salam ishte i vetëm. Do të lindte në një kohë ku faraoni i vriste djem. Jo vetëm që shpëtoi, por u rrit në pallatin e faraonit. Jo vetëm që u rrit në pallatin e tij, por u bë armiku numër 1 i tij, derisa deshti Zoti i gjithësisë që Musa alayhis salam bëhet sebeb që ky njeri zullumçar i cili kishte kalu caqet të mbytet në det së bashku me ushtrinë e tij. E njëjta gjë ndodhi me Muhamedit alayhis salatu wassalam. E vran, e rrafën, i vran shokët, e përzun nga shtëpia, ja morin mallën, ja morin pasurinë, ja morin vjelat, i shkatruan, i çun me dinë, i përzun, nga atje shkuan dhe sërish i luftuan, derisa do të vi dita dhe do të vi çasti ku pejgamberi alayhis salatu wassalam do të kthehej së bashku me shokët e tij në vendbanimin e tij, duke hyrë si truanfues dhe duke i thënë njerëzve, o ju njerëz, ju që na shkelët, nuk ka sot shkelje për ju. Kjo është drejtësia absolute. Kjo është drejtësia e një pejgamberi i Zotit. Ti më ke vrarë, më ke shajt, më ke ofenduar, më ke përzon nga shtëpia,
më ke maltrajtu, më ke plaçkit, më ke shkel me 4 këmbë. Sot unë nuk jam si ti. Unë jam musliman dhe unë them la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Allahu na bëf prej atyre të cilët e flasim të vërtetën edhe kur është shumë vështirë. Është e thjesht kur dalin gjithë njerëzit dhe thojnë ata e kanë fajin. Edhe është e vështirë të flatësh në kohë vështira. Kur gjithë fshihen dhe thojnë fajin e kanë vendalit, ata që po shkatrohen e kanë faj. Sot ti bo musliman dhe të regojt drejtën dhe të vërtetën dhe thuj shkaktarët kryesor, fajin kryesor, terroristat, ekstremistrat, të këqit, të poshtërit, dyftyrshat, janë ata që sot i vrasin burrat dhe gratë, fëmijët dhe të vjetrit me pakurfar të drejte. Allahu i shkatëroft ata cilët i prishin vendbanimet kudo qofshin ata. Allah i shkatëroft dhe i poshtëroft të gjithë aleatët e tyre të cilët mundohen të fshihen pas të fuqishmëve të dunjas dhe harojnë të fuqishmin e përjetshëm. Allahun subhanahu wa ta'ala, ai i cili ka në dorë çdo gjë dhe i cili mjafton thot bëhu dhe menjëherë çdo gjë bëhet. Allah i mëshiroft të vdekurit e tyre dhe i gradoft me gradën e shahidit. Allahu i bëft prej banorëve dhe prej luleve të xhenetit fëmijët e tyre të pafajshëm, një fëmijë i moshës vogël i ndarë në copa pa diskutim që Allahu i lartësuar do t'i mbledh të copa dhe do t'i ringjallë në ditën e gjykimit si triumfues dhe do t'ju thot atyre o ju robërit e mi të vegjël, futuni në xhenetet e mia. Allahu na bashkoft me ta në xhenetet e larta. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Allahu i lartësuar na fal ne dhe ruaj vendin tonë nga çdo kurthe dhe nga çdo gjë e keqe. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.